Prej vitesh bashkitë në Shqipëri kanë folur për projekte, programe dhe fonde të dedikuara për menaxhimin e qenëve ndacak. Sterilizimi, vaksinimi dhe strehimi i tyre janë paraqitur si pjesë strategjive për të zgjidhur një problem që vijon të jetë i pranishëm në çdo qytet. Megjithatë, realiteti në terren tregon një pamje krejt tjetër. Në rrugët e shumë bashkive, numri i qenëve ndacak mbetet i lartë, ndërsa qytetarët ndeshen çdo ditë me mungesën e një zgjidhjeje afatgjate. Pyetja që shtrohet është se sa efektivisht janë përdorur fondet e akorduara për këtë qëllim. Në shumë raste janë individë dhe organizata të mbrojtjes së kafshëve që kanë marrë përsipër ato që duhej të ishte përgjegjësi institucionale. Me kontributet e tyre ata strehojnë, ushqejnë, sterilizojnë dhe kujdesen për kafshët e braktisura, shpesh pas një mbështetje financiare nga institucionet. Nga ana tjetër, në rrjetet sociale nuk kanë munguar denoncimet për raste të helmimeve apo keq trajtimit të qenëve ndacak, duke ngritur pikpyetje mbi mënyrën se si trajtohet ky problem në disa zona të vendit. Organizatat për mbrojtjen e kafshëve kërkojnë më shumë transparencë për fondet e përdorura dhe zbatim të ligjit, ndërsa theksojnë se zgjidhja nuk është eliminimi i kafshëve, por menaxhimi i tyre në mënyrë humane. Ndërsa projektet vazhdojnë të prezantohen në letër, realiteti në rrugët e Shqipërisë tregon se sfida mbetet ende larg zgjidhjes.